Një ftesë jo dhe aq e sinqert për të ulur gjaqet. Pas Trump dhe Musk, edhe Berisha kërkojnë pajtim me doktorin e ri, Ilir Ali Mehmetin. Kolegji zgjedhor e rrëzoi këtë të njëjtë kandidatin demokrat, por Berisha e ngushëlloi të mos mërzitet. Por në kushtet kur ligji nuk i përligj dhe duhet autorizimi apo duhet mbështetja e partisë në këtë proces, se cili që kërkon transparencën do mbështetet pa asnjë lloj paragjykimi. Edhe njërë, nuk ka paragjykim. Por kjo ftesë ka një kusht. Kur flet doktori i madh, të tjerët duhet të binden. Mendoj se as unë as ju nuk mund të flasim për vjedhje, për gjërat pa provuara. Ata që dyshojnë se u janë devjuar votat, ata ne u themi u mbështesim për transparencë, por kjo nuk vjen. Nuk vjen se partia ndan dyshimin e tyre. Jo, nuk vjen nga kjo. Por vetëm hapja e 42 kutive ndibër provoi se kandidatët demokrat kishin zhvatur njëri tjetrin. Ndaj dhe Berisha e pranon se rebelizmi i të vetëve në numra nuk është vetëm një Ali Mehmet. Unë edhe në parti ka plot njerëz që thonë, jo, nuk e numër mirë, jo, mos bë hile, po do hajde numroj. Merë kamerë, shqyqyr tani ka kamera, edhe për votat ka kamera, merri kamerat, merri kutin, hapi mos për to. Kjo është gjë më normale. Vetë Berisha u kujdes që e gjithë kjo histori të përfundonte një furtunë në gotë. Në fillim u tha se do i mbështeste kandidatët që kërkonin rinumërimin, por Komisioni i Ankesave dhe Sanksioneve me votat e antarëve demokratë i rrëzoi. Më pas ishin po këta antarë të Partisë Demokratike në Komisionin e Ankesave dhe Sanksioneve që vendosën për rinumërim në Tiranë, Fier dhe Durrës, por Ali Mehmeti me kompani mbetën vetëm. Edhe në luftën për ego ndaj Berishës nuk ja dolën. Tani mbetet shihet se çfarë surprize u ka rezervuar në rinumërim.